kur shkelet kushtetuta është edhe një farë garantuese, apo jo? Mu më vjen keq që ky s'është kurfar faktori ose indikatori, sepse ajo po e thëtë në ditët e saj atë fundit, mas kuptimit të faktit që ajo nuk do t'jetë më presidente e Republikës Kosovës. Po s'do t'jetë? Dhe nuk do t'jetë, besoj që kjo është e qartë. Dhe nuk do t'jetë presidente, edhe nëse kthehet pikën zero, ajo nuk do t'jetë presidente e Republikës Kosovës. Këtë e ka kuptu. Dhe në momentin që e ka kuptu këtë, ka fillu të flasë për qartë, në mënyrë të pa argumentume dhe me sulme politike, cilat le t'i boj për nder, po unë besoj që unë të paktën do të arruaj etikën deri në ditën që t'jetë, sepse në këtë moment që po flasim, ajo është shefe shtetit. Në ditën e parë që s'do t'jetë shefe shtetit, më ftoni këtu, pastaj unë të flasim leresht për temat të tjera. Por unë do të arruaj etikën deri në ditën, sepse në këtë moment është shefe shtetit. Ajo ka përzgjedh... Ju folët për lojra politike. Ajo ka përzgjedh, po une, mund t'a gjykoj për veprimtarinë e saj 5 vjeçares në krye të shtetit, por do t'a respektoj institucion e shefit shtetit, gjithmonë, institucion e presidentit të Republikës, do t'a respektoj deri në 5 prill, kura zonja në fjalë e ka ditën e fundit, për shkak se unë jam edhe legalist edhe institucionalist, edhe si pedagogisë së drejtës, nuk më takon, por intervista asaj nuk arrita unë me përcjell 100%, po është pasazhe caktuar në për rrjetet sociale, kur ajo kishte nuk tregonte gjë, madje po është një moment kur ajo kishte thënë mund ta kem shkelur kushtetutën sepse unë nuk jam pejgambere. Kjo më duk që është një deklarat shumë fëshnjërake, sepse shkelësit e kushtetutës nuk lidhën me pejgamberët, asë krasimi është i padur, por shihet që ajo është në një sto tjetër. Tani dhe po fletë gjëra për cilat, përmenaj që për publiku nuk ka rëndësi. Vetë se prezidentja ka thonë ndër të tjera, është se nuk po ju kërkoj as kualifikime, per respektoj në tërsi kështu, në mënyrë blanko. Ma respektoj në kërkesën time që deri në mesnatën e 4 prillit të kursijem. Pas asaj do t'jem prapë. Besoj jam një farë gazetari që i respektoj deri diku musaferet për kërkesa kur janë konfor interesit publik, por presidenti Osmani dha po të propozusha nga vetëvendosja si kandidate e vetme, unë do të rizgjidhesha si presidente. Dhe tha që vetë zoti Kurti më kishte thënë në dhjetor që ju do t'jeni propozuar, paka shumë kështu e tha, dhe që ndër të tjera është tha që i ka thënë që është prezidentja më e mirë shekullit 21. Nuk kam qenë aty dhe nuk dua t'i komentoj gjërat për cilat ata i kanë thënë njëri tjetrit, edhe sidomos është jo etike me tregu, ne po flasim publikisht tani para kamerave, por në momentin kur dalim jashtë kamerave dhe t'i ricitoj deklaratat tona gjatë pirjes së një kafeje, më duket që janë jo etike. Kështu që unë dua ta ruaj etikën mbi jo etikën e zonjës presidente në shkuar. Po të propozoj si vetëvendosje sa e do të rizgjidhej? Si bëhet kjo kur si vetëvendosje ju ankoheshit? Mirë, kjo për proces po flasim, zoti. Shiko, çdo herë zoti Kurti, kryeministri i Republikës Kosovës, ka thënë që ne po duam të ndërtojmë një konsensus me partitë, ku minimalisht do të kemi sallë 85 deputet. Ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës nuk ka qenë pro kandidaturës së saj. Ndërkohë që Lidhja Demokratike e Kosovës, eksponent të caktuar të saj, mos them eksponent, po deputet të nderuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë shprehur hapur dhe pa e kujvok qëndrimin kundër saj. Dhe unë s'di si do të zgjidhej ajo, po mbase ajo mund ta di. Dhe ftojeni, mund të flas ajo me emra, sepse mbas 5 prillit mund të flas. Unë besoj pas 5 prillit ajo do t'i futet garës politike dhe nuk do të zgjedhë mjet për me i godit kundërshtarët. Presidentja Osmani ka qenë ftuar, e kemi ftuar edhe në Koavizion për intervistë, gjithsesi ka vendosur të shkojnë në Syri TV, është çështje e saj, por nuk është se kemi ftuar. Jo, besoj unë ajo është në rregull, ajo është politika jo redaktoriale dhe në rregull që e kemi, por ideja është që
do të ashen atë duke folur tash kontinualisht, sepse ajo si pas... Po ajo e veç që ka shpall me një mënyrë garën e saj politike, sepse këto intervistat shpeshta dhe këto shfajsime, disa lloj me akulpash të cilat nuk janë sinqerta, që i ka bërë, sonte të paktën, e poshtë që ajo ka, por ndoshta të tjerët kanë me folë më shumë, por do të presim moment. Mbase është mirë të flasim pak nga aspekti përtej luftrave politike, çfarë mund t'i ofrohet? Pra ju jeni deputat tashmë i Kuvendit Kosovës, Vetëvendosja fitoi 51%, mbi 51% të votave në tërësi. Tash dikush me një racio sa do thot e çfarë i duhen zgjedhjet, edhe ku mund të arrini ju dhe a do t'jeni edhe ju përgjegjës për gjatë javëve, muajve në vazhdim, kur vendi po hynë në një cikël tashmë brenda 3-14 muajsh të 5 palë zgjedhjeve nëse i marrim edhe këto lokale edhe balotazhin. Pra, zoti Qorolli, çështja është se ju nuk jeni politikan ndoshta që 20 vjet, por si politikan i ri, për ju çfarë mesazhi është kur vendi fillon një cikël të mbajtjes zgjedhjet një pas njësh me këtë jo stabilitet, me këtë brishësi. Çfarë kuptimi jep ju politikës? Nuk është mesazh i mirë në asnjë mënyrë, nxjerrja e qytetarëve në mënyrë të shpeshtë në votime. Këtë e pranon secili njeri që thatë ju racio, mënyrën që përdorimi shpesh të popullit, sepse pritjet legjitime të njerëzve janë qëllën. Po në demokraci përfaqësuese, populli edhe mund të nxirret, sepse krizat politike të cilat janë çështje kryesisht aritmetikash, edhe mund të provojnë situata kur duhet me u drejtu sovranit për me zgjidhje një ngërç. Janë legjitime. Në historitë politike dhe të shteteve më të fuqishme demokratike, ju e dini që shtetet Bashkimit Evropian, shtete me demokraci, madje shtete me regjime kushtetuese mbretërore, shkojnë zgjedhje shumë shpesh ose kanë mungesë qeverive për shumë kohë, por ato kanë stabilitet institucional për shkak të traditës. Janë mbretëri, edhe kanë një farë fuqi ekonomike. Patjetër, e kam parasysh këtu Belgjikën, e cila shumë shpesh, Italia shkon shumë shpesh në zgjedhje, shtete të cilat zakonisht në fakt, zotën, duhet them që zonja Meloni është një prej kryeministrave më e gjatë në 20 viteve e fundit në Itali, sepse Italia provokonte shumë shpesh zgjedhje dhe tash është krijuar një farë stabiliteti në Itali në mënyrë të çuditshme edhe të habitshme për krejt BE-n. Por kjo është temë tjetër. Kthehemi tek ne. Ne po shpresojmë që, po shpresojmë, nuk lidhet kjo me shpresën, lidhet me faktet institucionale dhe faktet juridike që gjykata kushtetuese do ta legjitimojë zgjedhjen e re të presidentit dhe ne do të ndërtojmë edhe një herë kërkesë për konsensus.